Ishte një mbrëmje e zakonshme në shtëpinë e Big Brother dhe Jozi po relaksoi në vask pas një dite të gjatë dhe plot tension. Uji i ngrohtë dhe avulli i lehtë e bënin atmosferën edhe më qetësuese. Ai ishte mbështetur pas vaskës, me sytë gjysmë të mbyllur, duke shijuar momentin e tij të relaksit. Por qetësia e tij nuk zgjati shumë. Pa pritur, dera e banjës u hap me vrull dhe Loredana hyri brenda, me një buzëqeshje dinake në fytyrë. "Hëmo, Jozi, këtu je fshehur?" E pyeti ajo me një ton lozonjar, duke i hedhur një vështrim vaskës së mbushur me ujë dhe shkum. Jozi u kthye nga ajo, paksa i habitur, por edhe i vetëdijshëm se Loredana ishte gjithmonë gati për ndonjë shaka. "Po çfarë do këtu, moj? S'ka vend për dy veta," i tha ai duke qeshur lehtë, por Loredana nuk e mori seriozisht. Ajo nuk e mendoi dy herë dhe u fut në vask, duke bërë që uji të spërkaste gjithandej. "Hajde se bëjmë një banjë bashkë. S'është fundi i botës," tha ajo, duke e parë me një shikim sfidues. Jozi nisi të qeshte dhe tunte kokën. "Ti nuk ndalesh kurrë, apo jo?" Loredana qeshi dhe e pa nga kokat e këmbët. Shiko sa trupa ke bërë. Muskujt të kanë dalë sigur," i tha ajo duke ja prekur me dorë shpatullat e tij të forta. Jozi u mbur paksa, duke bërë sikur po flexonte krahët e tij. "Po normal, moj, unë stërvitem çdo ditë," tha ai me një ton krenar. Por Loredana nuk vonoi të kthente situatën në favorin e saj. Ajo e pa me një shikim të dyshim dhe, pasi qeshi me ironi, i tha, "Po mirë, muskujt i paske të mëdhenj po aman, atë e paske të vogël." Jozi ngriti vetullat i habitur. "Çfarë the? Hajde, mos e kalo cakun tani," tha ai duke qeshur, por duke u përpjekur ta mbante seriozitetin. Loredana nisi të qeshte me të madhe, duke e spërkatur me ujë. "Po ç'të bëj, ma? Vetë kërkove që të hyja këtu. Unë thjesht po bëj një analizë të përgjithshme." Jozi tundi kokën dhe qeshi me ironi. "Po ti je e tmerrshme, moj. S'të del shpirti pa u tallur një herë me mua." Ndërkohë, banorët e tjerë që dëgjuan të qeshurat dhe bisedën nisën të afrohen nga dera e banjës, duke u munduar të kuptonin çfarë po ndodhte brenda. "Ore, çfarë po ndodh aty brenda? Këto të dy s'po ndalen së qeshuri?" pyeti një nga banorët me kuriozitet. Loredana dhe Jozi vazhduan të qeshnin, ndërsa ai u përpoq ta spërkaste me ujë për hakmarrje. "Ik tani, dil për jashta para se të më futesh në telashe," i tha ai me shaka, por Loredana nuk lëvizi nga vendi. Jo, tani që jam këtu, do të rri dhe pak. Do ta shijoj këtë banjë luksoze me ty," tha ajo me një ton lozonjar, duke i bërë të gjithë banorët e mbledhur jashtë të shpërthenin në të qeshura.